faktikisht është një pyetje e gjatë, po unë po e lexoj sepse dua që mos të bim viktima të naivitetit apo të llafologjisë apo të legjendave urbane. Po e lexoj pyetjen është pak e gjatë. Ndodhesha te vllai si mysafir dhe qelloj që më vdiq burri hallës dhe unë atë ditë vajta me mamin dhe me nusën e vllait. Dhe pasi po ktheheshin për të shtëpia e vllait, para pallatit ka një çezm uji dhe nusja e vllait tha të lajm duart pa vajtur në shtëpi brenda se po nuk i lam duart vjen vdekja në shtëpi. Dhe unë nuk i besoj faktikisht këto gjëra, se e di që janë besutni, sepse unë alhamdulillah falem me 5 vakte namaz, po nga viti 2005 dhe maj dhe shami. Po kur nusja e vllait tha kështu, mendova se ndoshta po e sprovon Allahu me në vdekje dhe do të thot pastaj që ti u bëre sebeb se nuk lave duart. Dhe i lava duart që vetëm ajo të jetë e qetë, po jo duke e besuar këtë gjë. Për çmangur fjalët, gabim është kjo gjëja. Nëse ka besutni të tilla, duhet që ne t'i refuzojmë. Nuk i laj duart sepse kjo është gjë është shirk, është besutni. Pra nuk ka kompromis, sepse do të mendonte ajo se nëse do të note si sa bukur shejtani ka fut kodin 6, jo 5-ën, 6-ën shejtani direkt, se mund të nodhi diçka atje laj durë se po të pas pse? Edhe po të nodhi vdekje, ka nodhi vdekje, për durëve të mia nodhi vdekja. Po gjithë bota që si lajnë durët kur shkojnë në shtëpi mas xhenazës, i bjerë më ushujt bota për javë. Kështu që ne kur t'i kundërshtojmë gjërat, do t'i kundërshtojmë fetarisht dhe t'i kundërshtojmë logjikisht dhe shkencërisht. A kam bërë shirk thot, a kam dalë për fe? Shirk nuk e bërë, po ke bërë budallallik. Se shirk s'ke bërë as kufër, se ti nuk e besoj gjë të tillë, por je treguar jo e zgjuar ose mendje lehtë.